Horoskopi ditor e premte, 3 prill 2026. Dashi. Ndërkohë që mund të ketë disa ide të reja të mrekullueshme që dalin gjatë ditës, të dashur dash, çështjet e pronësisë mund të jenë pak të rënda sot, ose situatat nxisin nevojën për të menaxhuar ndjenjat e pakënaqësisë. Nëse po përballeni me probleme të përsëritura me miq ose me nisjen e projekteve të reja, njihni modelet tani dhe synoni të arrini në thelb të situatës. Ka mesazhe të përzierë për të menaxhuar dhe ndoshta disa shqetësime ose shqetësime për të cilat nuk jeni në dijeni. Nëse e gjeni veten duke e menaxhuar shumë një situatë, është një shenjë se duhet të tërhiqeni, të shkputeni pak dhe të pushoni. Njerëzit mund të mos jenë të hapur, por është e rëndësishme të mos përpiqeni të plotësoni boshllëqet pasi tendenca është të dyshoni për agjenda të fshehura. Të ecni lehtë është më mirë për momentin. Demi. Venusi është në shenjën tuaj dhe kjo ju tërheq vëmendjen, i dashur Dem. Sot, ndërsa Venusi dhe Plutoni përplasen, dëshira juaj për më shumë liri dhe spontanitet është e fortë, por ambiciet ose shtysa juaj për të qenë në krye të punës suaj mund të ndërhyjnë, duke çuar në frustrim. Mundohuni të mos lejoni që shqetësimet për konkurrencën, ndryshimet ose pasiguritë në punën tuaj, të ardhmen tuaj ose reputacionin tuaj të ndikojnë në jetën dhe kënaqësinë tuaj personale. Nëse nuk ndjeni aq të sigurt sa zakonisht, merrni kohë për të përqendruar në veten tuaj dhe më pas kthehuni në lojë. Nëse ka tension në ndërveprimet tuaja sot, merrni parasysh se në të vërtetë ka të bëjë me pushtetin dhe se fuqizimi i vërtet nuk vjen nga manipulimi ose të kesh pushtet mbi të tjerët, por nga kontrollimi i impulseve tuaja dhe jetës suaj. Nuk doni t'ju thuhet se çfarë të bëni tani, prandaj keni kujdes të mos e merrni atë rol me dikë. Vetëm për tani, shtyrja e kufive mund të mos jap rezultatet e dëshiruara. Megjithatë, dita është një ditë me ide të mëdha dhe ka të ngjarë të keni njohuri interesante. Binjakët. Dëshirat tuaja janë të ndërlikuara në disa mënyra sot, të dashur binjak, dhe është më mirë t'i zgjidhni ato në vend që t'i lejoni ato t'ju kontrollojnë. Kini kujdes për agjendat e fshehura dhe lëvizjet e tërthorta ndërsa Venusi dhe Plutoni përplasen sot. Diçka që do të preferoni ta mbanit private ose të pathënë mund të dalë në dritë, ose historia juaj mund të jetë aq reale në mendjen tuaj sa që ndërhyn me të tashmen. Përzierja e situatës mund të çojë në biseda të mira, por është e vështirë të dish se në ç'ë drejtim do të shkojnë gjërat vetëm për tani. Nëse merrni kohën tuaj dhe me pak vetdije, mund të arrini në thelbin e një çështjeje dhe mund t'i hapni syt për diçka që ju ndihmon të rriteni. Shmangni ndjenjat mbytëse që janë të pakëndshme ose të pakëndshme, pasi ajo që keni varrosur nuk do të zhduket derisa të përballeni me to dhe mund ta çojë sjelljen tuaj në mënyra shkatërruese. Kërkoni rënjen e problemit. Për fat të mirë, idetë janë të shumta sot dhe ato ju ndihmojnë të ngroheni. Gaforia. Dita e sotme mbart energji të lumtur për ide dhe plane të reja, i dashur Gafore. Megjithatë, një ndikim i Venusit Plutonit më vonë sot mund të tregojë një tendencë për t'u kapur fort pas një çështjeje që po ju tërheq poshtë vetëm sepse keni frikë ta lini të shkojë. Dëshira për të shijuar miqësitë, jetën shoqërore ose projektet e reja është e fortë, por mund të jetë e vështirë ta bëni këtë me shqetësime të shumta. Bëni një pushim nga rutina, veçanërisht nëse po ju bën të ndiheni sikur jeni në një rutinë. Frika nga të qenit jashtë loje ose nga të qenit i papërgatitur mund të jetë në rrënjë të sjelljeve sfiduese sot. Lojrat e pushtetit mund të jenë në veprim, por jo domosdoshmërisht të dukshme. Synoni të zgjidhni ndjenjat e përziera. Luani. Ndërsa njohuritë dhe idetë interesante janë të bollshme sot, i dashur Luan, ndjeshmëria dhe mbrojtja mund të jenë të larta me një katror Venus Pluton që i trondit gjërat. Gjërat që i kemi varrosur ose injoruar, kryesisht të lidhura me frikërat tona, mund të shfaqen në mënyra të padisiplinuara dhe të papritura, por pak vetdije dhe mirëkuptim mund të ndihmojnë shumë. Ambiciet tuaja janë motivuese dhe madje të këndshme këto ditë, por pakënaqësia nga të tjerët ose frika juaj për të larguar vëmendjen tuaj nga një marrëdhënie mund ta prish argëtimin. Synoni të bëni paqe me të kaluarën në vend që ta sillni atë në të tashmen në mënyra shkatërruese. Për fat të mirë, angazhimi me këto emocione mund t'ju ndihmojë të njihni dëshirat që mund të mos i keni ditur se ishin tuajat. Virgjëresha. Hëna lëviz në shtëpinë tuaj të 3 diellore sot, Virgjëresh e dashur, dhe ju kërkoni ndërveprime të lehta. Ndërsa idetë e mira janë të lehta për t'u gjetur sot, katrori Venus Plutoni sotëm është i ndërlikuar. Ky tranzit mund të nxjerrë në pa frustrimet e fshehura dhe të shkaktojë frikën se jeni jashtë kontrollit të një situate.
Dëshira për të eksploruar botën përreth jush, për të jetuar jetën në mënyrë më spontane dhe ekspresive, për të zgjeruar mendjen tuaj dhe për të shijuar mjedise dhe përvoja të ndryshme është e fortë këto ditë. Sot mund të ndiheni të rënduar nga puna ose presionet shëndetësore. Më pak mundësi lëvizshmërie ose një ndjenje mbi ngarkesës me gjëra për të bërë mund të jetë një temë. Delegimi i detyrave, lirimi i një pengese në punën ose rutinat tuaja nëse është shumë e ngushtë, ose zvoglimi i ngarkesës së punës mund t'ju ndihmojë të gjeni më shumë kohë për të eksploruar, zgjeruar dhe lulëzuar. Konsideroni se nëse e keni shtyrë veten shumë fort në një fushë të caktuar, kjo mund të cenojë aktivitetet tuaja jo rutinë. Peshorja. Lëvizja e hënës në shtëpinë tuaj të dytë diellore ju gjen duke kërkuar më shumë parashikueshmëri në jetën tuaj sot, peshore e dashur. Ndërsa mund të shijoni planifikimin dhe ndërtimin sot, një katror Venus-Pluton mund të ndërlikojë ndjenjat dhe ndërveprimet. Nevoja për të trajtuar problemet dhe frikërat e mbetura bëhet e dukshme. Tensionet në jetën tuaj romantike ose personale mund të jenë tërheqëse të mëdha, duke ju larguar nga eksplorimi i ndjenjave dhe përvojave të reja. Mund të jeni gjithashtu duke kaluar nëpër një bisedë ose ndërveprim, duke kërkuar një të dhënë ose përgjigje që nuk është plotësisht brenda mundësive tuaja. Mundohuni të hiqni dorë nga analizimi i tepërt i çështjeve ose nga ndalimi në gjëra që nuk mund t'i kontrolloni më, në mënyrë që të lironi veten për më shumë energji pozitive dhe fuqizuese që do të vijnë në jetën tuaj. Mund t'i konsideroni tiparet posesive si një simptom të diçkaje që shkon më thellë se sa çështja në fjalë. Të lejosh veten të lëshosh të tjerët, qoftë edhe pak, mund të jetë katarsike dhe një dhuratë e mrekullueshme për veten tani. Synoni të dalloni kur është më mirë të lëshoni të tjerët dhe të ecni përpara, qoftë edhe vetëm për qetësinë tuaj mendore. Akrepi. Lëvizja e hënës në shenjën tuaj sot është spontane dhe transparente, i dashur akrep. Ndërsa dita mbart energji të lehtë për ide, një katror Venus-Pluton mund të prodhojë pak tension. Mund të ketë rrestuhje nëse keni injoruar ose varrosur ndjenjat, frikën ose pakënaqësitë tuaja, veçanërisht me familjen, një mik të ngushtë ose një partner. Në rrënjë të stresit mund të jetë nevoja për të bërë ndryshime të thella dhe të qëndrueshme që ju nxjerrin nga një rutinë. Sidoqoftë, përpiquni të mos i bëni vetes gjithë presionin për ta bërë këtë menjëherë. Ruajtja e paqes është një aspirat fisnike, por ndonjëherë inkurajon mbajtjen e mërive. Sot mund t'i shihni këto pakënaqësi më qartë, gjë që është e dobishme dhe të hap sytë. Nëse stresi ju dobëson mjaftueshëm saqë pasiguritë dhe frika shfaqen dhe marrin përsipër, merrni në konsiderat strategji për të shmangur ndalimin tek ato. Ndërsa sinjalet e përziera janë të mundshme, ekziston gjithashtu një potencial i vërtet për biseda frymëzuese. Shigjetari. Me kuadratin Venus-Pluton të sotëm, i dashur shigjetar, frustrimet janë të mundshme nëse mendoni se marrëdhëniet, puna ose punët tuaja të përditshme po ju dalin jashtë kontrollit. Keni shumë gjëra që ndodhin në të njëjtën kohë, dhe ndërsa shpesh reagoni ndaj presioneve duke u veshur mendërisht, është një ide e mirë të synoni për më shumë fleksibilitet. Dita ka një mënyrë për të na treguar se ku jemi shumë të lidhur. Sigurisht, heqja dorë nga idetë ose planet që nuk ju shërbejnë më mirë do të jetë në fund të fundit lehtësuese. Modelet e mendimit që po ju tërheqin poshtë duhet të zhduken. Emocionet janë të forta sot, dhe ndërsa po ndërtoni besimin tuaj dhe po arrini në njohuri interesante, mund të ketë një farë pasigurie se si po zhvillohen gjërat. Përkohësisht, është më mirë të anashkaloni situatat që përfshin një konfrontim ose kërkesa intensive për kohën dhe energjinë tuaj. Nëse rrethanat ju ngadalsojnë, kjo mund të jetë një bekim i maskuar, duke ju nxitur të bëni rregullime të dobishme. Bricjapi. Me një tranzit Venus-Pluton, i dashur bricjap mund të ketë kthesa ose ndërlikime me ndjenjat tuaja në një marrëdhënie ose një çështje që lidhet me paratë dhe burimet për të cilat jeni të shqetësuar që ndikon në humorin tuaj në momente sot. Ka kuptim të jeni më të kujdesshëm me gjërat tuaja vetëm për tani dhe të praktikoni durimin ndërsa kuptoni frikërat dhe ndjenjat tuaja. Kini kujdes për problemet me vetvlerësimin ose shqetësimet në lidhje me paratë dhe gjërat që ndërhyjnë në aftësinë tuaj për të çliruar dhe për të shprehur lirshëm. Mund të jetë sfiduese të qëndroni të shkëputur dhe të paanshëm tani, dhe është shumë e lehtë të fiksoheni te problemet. Idealisht, ju hyni në kontakt më të mirë me dëshirat dhe qëllimet tuaja tani, pasi frustrimet e vogla të sotme mund t'ju hapin sytë ndaj ambicieve dhe nevojave të varrosura. Energjitë e sotme janë të forta për ide të mira dhe gëzim në të ardhmen. Ujori.
Plutoni në shenjën tuaj është pak në impresion sot, i dashur ujor, dhe nëse jeni në një rutinë, situata mund t'ju frustrojë më shumë se zakonisht. Shqetësimi është i mundur, të paktën derisa ta njihni dhe ta respektoni nevojën tuaj për të bërë paqe me veten. Mund të jetë e mençur të përqendroheni në rregullimin e fushave problematike, pa e detyruar veten të bëni gjithçka menjëherë. Tensionet e sotme meritojnë një shqyrtim, megjithatë, nëse janë të vazhdueshme dhe të përsëritura. Ato ka të ngjarë të lidhen me frustrimet nga ndjesia se nuk jeni në kontroll ose në dijenin të rrethanave tuaja. Ambicia ose dëshira juaj për të qëndruar në krye të gjërave mund të duhet të zbutet në mënyrë që të merrni kohën e lirë që ju nevojitet. Nëse ka konflikte ndërpersonale sot, përpiquni të mësoni prej tyre në vend që të ktheheni në modelet e vjetra të lidhjes që ju pengojnë në planin afatgjallë. Tranzitet sot janë të forta për ide dhe njohuri. Mund të arrini një nivel të ri të kuptuarit të një çështjeje, gjë që mund të jetë e kënaqshme. Riorganizimi, ridekorimi, investimi në shtëpinë tuaj dhe lidhja me të dashurit në mënyra më të shëndetshme mund të jenë qëllime. Peshqit. Ndërkohë që mund të ketë ide emocionuese dhe një zgjidhje për një problem, të dashur peshq, energjitë e sotme janë pak të komplikuara dhe tregojnë disa pengesa që duhen përballuar përpara se të ndiheni të freskët dhe të ri për të rirë. Me Venusin dhe Plutonin në një aspekt katror, keni kujdes për përpjekjet për të kontrolluar situatat shumë fort. Ka një tendencë për të shtyrë problemet ose ndjenjat e ndërlikuara në anë këto ditë, por sot ato mund të shfaqen në mënyra të habitshme ose shqetësuese. Nëse jeni të tensionuar sot, synoni të kuptoni më mirë pikat tuaja të ndjeshme dhe përpiquni të lini më një presionin mendor ose rrethimin. Kërkoni mënyra krijuese për të shprehur frustrimet tuaja, ose kërkoni një person të besuar për t'ju ndihmuar të lironi tensionet e fshehura. Jeni shumë vigjilent sot, por keni kujdes që kjo të mos çojë në mbistimulim ose nervozizëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.